Unë jetoj ku që se marë frym, shqip Shon ku që se gjaku mrjedh, shqip Jetoj këtu me bes me tradit e bajrak Me kanon e me leq, me fes e me gjak Ku dhe guri është i amël, ku dhe veni ka tal Dhe ku njët push, kur konak lin jall Dhe ku shtrot qotra, fillon zet votra Ku pika më e top, me moralin nërë është motra Red and black, I dress ego on my chest Jemi mësuar që sportistët kosovar t'i shohim duke shkëlqyer kudo në botë. Ata me punën e tyre po mbërin majat e suksesit. On my chest cuts a bit in Albania Keep my head up high for the flag I got I'm proud to be in Albania Ku që si më rjedh, gjaku në përbena Edhe çdo që liz, Talentet e rinj po shtohen çdo ditë e më shumë. Njëri prej tyre, edhe pse i ri, por që në supe mban shumë suksese, është edhe Butrind Ejupi, i riu nga Prishtina që po na bën krenar kudo që përfaqëson Kosovën. Red and black, I dress ego on my chest cuts a bit in Albania Keep my head up high Butrindi është antar i Akademisë së Arteve Marciale Prishtina dhe është garues në kategorinë 63 kg në taekwondo. Butrindi çdo ditë bën rrugtimi në këmbë nga shtëpia e tij në lagjen Dragodan deri në lagjen Bregu i Diellit, ku edhe i ndjek trajnimet në shkollën e taekwondos. Ai qysh herët ka filluar të merret me këtë sport. Unë si zakonisht zgjohem mëngjes në ora 5 ose 6, dalj vrapoj, i kam 2 terena ose të shkallë Dragodanit ose në Gërmi. Me dhënë këto e kam praktikuar çdo ditë. Pas kësaj nga që e kam pushimin shpe, pushoj, dhe mbrëmje vi këtu në trening, kemi 2 orë trening këtu, 2 orë vrapoj në Gërmi. E kjo është jeta për taekwondo, me thonë, unë ushtroj çdo ditë, përpos djeri me kemi pushim, po prapë nuk është që rrim pasiv, dhe me thonë kemi aktivitet, ose ndonjë lojë ose diçka, por nuk rrim pasiv vetëm shpe. Unë e kom fillu taekwondo në moshën 6 vjeçare, si shumë i vogël, dhe me thonë, nuk kom pas shumë, dhe me thonë që kom arrit diçka, thjesht kom fillu si hobi, nuk kam qenë shumë i mirë, po gjithmonë të ushtu edhe vullneti tani, po kisha vullnet me ushtru, vesha çdo ditë në trening, e dikur filluva, edhe mi pëlqy trajnerit si garus, edhe pastaj kom vazhdu edhe në arenën ndërkombëtare. Përveç prindrëve, përkrahjen më të madhe e merr nga presidenti i taekwondo së Kosovës, njëherët edhe trajneri i tij, Nuhi Gashi. Ai ka qenë shtytja ime më e madhe që në më vazhdu deri sot. Ndoshta më të kishte qenë dikush tjetër, nuk e kisha vazhdu këtë sport, po për mua është ai shtytje shumë e madhe, edhe çdo çka kam nevojë, domethënë, e kam mbështetjen tek ai. Butrindi në detaje kujton pjesëmarrjen në festivalin e parë të taekwondos, që për të ishte edhe meqi i parë. Meqi i parë ka qenë në Prishtinë në vitin 2007, ka qenë festivali i parë i taekwondos. Domethënë atë kampionat unë e kam fituar një luftë, po luftën e dytë në finale pata humbur. Edhe kjo ka qenë përvoja ime më e mirë, domethënë që e maj mend gjithmonë. Ndonjë garë ndoshta e kam harru, po ata nuk e harroj kur luftën e parë. Ai ka përfaqësuar Kosovën në disa shtete tjera dhe gjithmonë është kthyer faqebardh. Në arena ndërkombëtare luftën e parë kam pas në Greqi Selanik. Domethënë ka qenë gara e parë ndërkombëtare dhe në atë kampionat kam fituar 4 lufta dhe jam stolisur me medaljet e argjend. Kampionati botëror i juniorëve për mua ka qenë një arritje shumë e madhe vetëm shkuarja atje, për shkak se vetëm në arenat më të vogla, domethënë nuk kemi marrë pjesë asnjëherë si shtet në kësi kampionate. Dhe mua më ka pëlqyer shumë atmosfera, ka qenë vend shumë i mirë dhe më ka ndihmuar shumë tash si sportist, domethënë përvoja që e kam pas atje.
Me që jem, dhe me dhënë që ka qenë më emocionus, ka qenë me një serb në Turqi, shkak se ka qenë hera e parë, edhe jem di shumë ndryshë, dhe me thonë, edhe kom pas një ndjenjë shumë ndryshe për garuzve, por fatmirësisht dola me rezultat pozitiv dhe fitova meqen. Edhe njëherë u dëshmua që sporti mund të thejë çdo barierë. Butrinti së bashku me Erendita Gërgurin kanë përfaqësuar Kosovën në kampionatin botëror të taekwondos, që u mbajt në Rusi. Të gjithë ne ishim krenar me këta dy të rinj kosovar, e pjesa më emocionuese ishte momenti kur Butrinti valviti flamurin e Kosovës, e për këto moment ai thot se ka përjetuar emocionet më të mëdha. Në thonë, udhëtimi atje, në fakt, ne kemi menu që është i pamundshëm, për shkak se nuk kemi shtet i pranuar dhe ata nuk kanë dashur ne të shkojmë, por Federata Botërore ka bërë gjithmonë apel atyme që na duhet gjithësisht me marrë pjesë, për shkak se në Rusi jemi pranuar me drejta plota si federat. Dhe domethënë mikpritja ka qenë shumë e mirë. Kanë ardhur shumë shpesh Federata Botërore me më qyra a gjithçka në rregull, kena pas përcjellje, më thonë që më na qyra a kena nevojë për diçka. Dhe tek ceremonia unë jam di shumë krenar, për shembull që një flamur për herë të parë po ngritet në Rusi. Butrinti deri më tani ka sjellur shumë medalje nga vendet kudo që ka marrë pjesë. Planet e tij janë që të vazhdojë të merret me taekwondo. Ëndra e tij është që një ditë të ketë klubin e tij sportiv dhe të vazhdojë studimet për mjeksi sportive.